أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعل مكارم الأخلاق عنوانا هذا الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان خلقه القرآن وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, atë falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam udhëzues me din të vërtet dhe ka bërë atë makarim al-akhlaq unwan hadha ad-din. Falëndrojmë atë i cili e ka bërë pra vlerat e larta të moralit adres këtij dini. Salavatit të përcjelli Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atë i cili akhlaki i tij i cili ishte Kur'an mbi tokë, i cili ecte mbi familjen e tij, shokët dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, ju përshëndesim me fjalën më të bukur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse pyesim sot një pyetje tek jarë dhe themi, a thu vallë pse njerëzit apo një pjesë e njerëzve largohen nga dini i Allahu xhalla fi'ula? Edhe pse hakun është i vërtet dhe i qartë. Dërsa një pjesë tjetër e shohmi se si kthehen në fenë e Allahut Azza wa Jall, duke mos ndëgjuar ndoshta ligjëratat e gjata apo argumentet e shumta. Përgjigjja është shumë e thjeshtë ndoshta. Arsyeja e dy palëve është ndoshta akhlaku dhe morali. Sa njerëz hinë në Islam për shkak një moralit një besimtari, dhe sa njerëz të tjerë largohen ndoshta dhe marrin urrëtitje ndaj fesë Allahut Azza wa Jall për shkak një veprimi jo të hijshëm ndaj një besimtari, për një besimtari. Ad-da'watu laysat kalimat tuqalu faqat, ja të nderuar. Daveti nuk është vetëm fjalë që thuhet me gjuhë, bel hiya akhlaq tura, por është akhlaq e cila shifet në veprimet e tona. Inna a'zama khatarin 'ala ad-da'wa al-yawm laysa jahl an-nas faqat. Ajo e cila është më e rrezikshme janë kohën e sotshmit, nuk është vetëm ignoranca, e cila është përnda, por është të nderuar vëllezër edhe veprimet e vetë besimtarëve të cilët e përfaqësojnë fenë e Allahu xhalla fi'ula. Atëherë kur ndoshta kupton morali i Islamit nuk ka të bëjë me atë fare hiç. Edhe mu për këtë shumë prej jo muslimanëve ndoshta edhe prej ignorantëve shohin formën dhe përfaqësimin e Islamit tek ai. Edhe e marrin pastaj si arsye se më të vërtet feja është kështu sikur është filoni dhe haloni. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون خطيبا كان خلقا يمشي على الأرض. Përket nëse e shohmi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam para se të ishte një ligjërues nëpër minbere dhe tavolina, ai ishte një pejgamber me moral aq të lartë, ai i cili ecte mbi tokë.
Fadakhala an-nas fi dinillahi afwajan, edhe hishin njerëz në fenë e Allahut azza wa jall turma. La bis-sayfi wala bil-quwwa bal bil-akhlaq. Nuk hishin pra me shpatë dhe me fuqi dhe me forcë, por hishin me akhlaqin e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Fa ya man tahammala hamma ad-da'wa, o ti I cili e ki derën e davetit, intabih, ke kujdes, për shkak se akhlaku I jot I përditshmërisë mundet me kanë kupton mjeti më I madh I davetit në fenë e Allah subhanahu wa taala. Por mundet me qenë edhe pengesa kryesore e njerëzve për të hir në fenë e Allah subhanahu wa taala. Yadhan billah. Dhe për këtë të nderuar vëllezër, tema e jonë inshallah taala përkujtuese për gjithë ne është ahmiyatul akhlaq fi nashri ad-da'wati ila Allah. Rëndësia e akhlakut dhe moralit në përhapjen e davetit të Allah subhanahu wa taala. فإن من أعظم ما امتاز به هذا الدين أنه دين أخلاق قبل أن يكون أقوالا ودين سلوك قبل أن يكون شعارات. Ajo e cila e veçon këtë fe të Allah subhanahu wa taala është ajo se para se me qenë fe e fjalës është fe e moralit, fe e virtyteve të larta. وقد جعل الله الأخلاق سببا لانتشار الدعوة. Edhe Allah subhanahu wa taala ka bën akhlakun dhe moralin dhe virtytet e larta shkak I përhapjes së fesë ka Allah subhanahu wa taala. E para është mekanetul akhlaq fil Islam. E para të nderuar vëllezër është kuna inshallah taala do të folmi në disa pika rreth kësaj tematike. Pika e parë është pozita e akhlakut në fenë e Allah subhanahu wa taala. الأخلاق ليست أمرا ثانويا بل هي صلب الدين. Akhlaku nuk është të nderuar vëllezër pikë ditësore, të cilën është përzgjedhje në mes në njerëzve, a e dojnë apo nuk e dojnë, a mundën a është plotësues apo nuk është, por është vetë baza e fesë Allah subhanahu wa taala. Pas tauhidit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Ma të vërtetu jam I dërguar për të plotësuar virtytet e larta. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Besimtari me iman më të plotë është ai I cili e ka moralin më të mirë. Fa husnul khuluq dalil kamal al-iman. Morali I mirë është argument të nderuar vëllezër se imanin e ke më të plotë. Wa laysa mujarrad amrun mustahab. Dhe akhlaki nuk është një çështje për zgjedhje dhe një çështje e mirë, sikur që thonë njerëzit, mirë është me bë. E dyta është akhlaku nabi sebeb fi intishari da'wa. Pika e dytë, akhlaku ishte shkaku kryesor I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo elementi kryesor që njerëzit e pranoshin fenë e Allah subhanahu wa taala. Laqad dakhala an-nas fi al-islam bil akhlaq an-nabi qabla kalami. Hishin thot njerëzit në fenë e Allahut azza wa jall para se të fliste pejgamberi alayhi salatu wasalam me akhlakun e tij. Allahu azza wa jalla regjistroi këtë dhe tha: "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Sikur ti ishe ja Muhammed një zemër vrazhd dhe një fjalë I ashpër, nuk do t'i gjonsh asnjë njeri rreth teje. Ta'ammal law kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qasiyan. Medito sikur të shtekon pejgamberi alayhi salatu wasallam I vrasht. Lama baqiya hawlahu ahad. Nuk do ta gjonsh për një asnjëherë rreth tij. Vrashtësia I largon njerëzit. Fa kayfa tantashiru ad-da'wa, atëherë ku mos ta gjonsh asnjëherë rreth teje çka të ndihmon, e të beson, si do të u përhapte feja Allah subhanahu wa taala. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadiqan aminan. Ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam I drejt dhe I sinqert dhe besnik, rahimen halimen, ishte I mëshirshëm dhe ishte I but, ja'fu ammen dhalama, I falte ata të cilët I bëshin zullum. Fa kanat akhlaquhu da'wa samita aqwa min alafi al-khutab. Pra ishte akhlaku I tij davet në veten, një davet I heshtur dhe shumë më I fuqishëm se sa mira ligjërata.
Pika e tretë, akhlaku miftahul qulub. Akhlaku të nderuar vëllezër është çelësi i hapjes së zemrave. الناس لا يقبلون الحق قبل فقط لأنه حق. Njerëzit nuk e pranojnë hakun vetëm sepse është hak ajo, sepse haku është i rënd. Bel yaqbalunahu hina yuqaddam bi uslubin hasan. Mirë po thot atë, thot e pranojnë kur ajo thot paraqitet me një metodë e mirë, me një sjellje të mirë. El kalimatu tayyiba sadaqa. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra i tha se një fjala e mirë është sadaqa. Fjala e mirë është sadaqa. El ibtisamatu da'wa. Bosjeshen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e bëni davet në vetë. Bosjeshen e fytyrat e njerëzve ajo davet në vetë. Ar-rifqu yuftahu al-qulub al-mughlaqa. Butësia gjithashtu i hap dyrë të zemrave të mbyllura me drynë. Butësia i hap ato. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma kana ar-rifqu fi shay'in illa shana. Nuk ka hir butësia dikun vetëm se e ka zbukuruar. Wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Dhe nuk o hek butësia ndaj diçkaje vetëm se e ka shëmtuar, iyadhan billah. Kam min insanin ihtada bi sababin mawqifin hasan. Sa njeri është udhëzuar për shkak një momenti apo ton që një besimtar e ka treguar një gest human, modest. Wa kam min akhirin nufira min ad-din bi sabab su'i akhlaq. Dhe sa tjetri o largu nga feja për shkak një veprimi jo të mirë për njerit nga besimtarët. E katërta të nderuar vëllezër, khuturatu su'ul akhlaq fi ad-da'wa. Rrezikshmëria e akhlaqit të keq në davet. Iyadhan billah. Su'ul akhlaq qad yakunu sababan fi sadd an-nas 'an ad-din. Akhlaqu i mirë mundet me kon shkak që njerëzit mos tin fen e Allah subhanahu wa taala apo të largohen. الغلظة التعالي تسرع في الحكم على الناس. Sikur vrasësia kupton, mendjemasia iyadhan billah. Pastaj nxitimi për e gjikimit ndaj njerëzve, filoni jo kështu, filoni është ashtu. Duke mos i kullue, dhe me thon lajmet për njëri tjetrin. Al-fadhadatu fi an-nasiha. Ashpërsia gjithashtu në këshilla. Unë po të këshilloj, ama aputon, ai në fakt ka nevojë për këshilla. Unë po këshilloj dikan, ndërsa ai duhet këshilluar se si duhesh me këshillu. Hadhihi kullaha tushawwi suratu l-islam. Gjithë këto veprime pra çka e deformojnë formën e islamit. Hatta law kana al-kalamu sahih. Edhe nëse fjala jote është e vërtetë. Fjalën të thon vërtet. Po si të thonë në mënyrën e duhur, të më thonë ti prapë e ki gabim. Ba'du an-nas yaqulu al-haq lakinnahu yuqaddim bi tariqat tanafuri an-nas min. Disa njerëz e thojnë të vërtetën në esencë. Mirë po aq e thojnë vrasht dhe aq e thojnë jo në mënyrën e duhur, saqë njerëzit e iyadhan billah i ban ndoshta mu largu prej hakut. Edhe pse në vetvete thotë të vërtetën i të thonë po s'ta marti. Nuk e pranoj. E kështu me radhë. Pse? Se ti nuk i të e thonë ai për me marrë të vërtetën, po më të vërtet i të e thonë fakt formën në çmimi personal. Edhe kjo aludon nga e jashtme ti sikur pe e përdor të vërtetën për me nënçmu dikan personalisht. Iyadhan billah. Por ata duhet me pas kujdes të nderuar vëllezër, ai i cili e posedon dhe e ka me vend duhet mendu pra edhe formën se si une t'ja jap atij apo t'ja kujtoj apo ton një sen për hir të Allah subhanahu wa ta'ala. E pesa نماذج من السلف في الأخلاق الدعوية. كان السلف يحرصون على كسب القلوب قبل كسب الجدل. Selefat të nderuar vëllezër ishin të kujdesshëm se si të përfitojnë zemrat e njerëzve para se të përfitojnë polemikët. A ke pa na, për shembull, kur të polemizojmë diçka, s'na intereson më puna e hakut. Edhe pse kena nis në emrin e hakut, e të vërtetës. Megjithatë, gjatë polemikës më na kena dal nga i qëllim. Këtë pastaj luftohet se kujt jetë fjala e fundit. Kujt jetë fjala më e lartë. Kush lavdrohet se filoni mashallah fitoi, e fitoi, apo thon polemikën. Kështu nuk ishin selefët. Kanu yuamilun an-nas bil-lutf hatta al-mukhalifin.
Ata thot i veprojshin me njerëzit, me formën më të butë, derisa edhe me kundërshtarët e tyre. Për ata është thonë, thot, inneke len tesau nase bimalik. Njerëzit thot ti nuk i përfshin, apo nuk i knaq me pasurien tënde, me fuqien tënde. Walakin yes'uhum minke bi bastil wajhi wa husnil khuluq. Mirë pa ato thot i knaq, apo i përfiton zemrat e tyre me ftyrën e buzëqeshur dhe me akhlakun e mirë. Me akhlakun e mirë. Sadisan kayfa nutabbiqu al-akhlaq fi ad-da'wa. A thu vallë si na ta praktikojmë akhlakun e mirë dhe virtytet e larta në davet. E para është el-ikhlas, të jemi të sinqert. An yakuna al-hadaf hidayatu an-nas wala intisaru lin-nafs. Që të jetë qëllimi që ta ndihmojmë na, ta ndihmojmë na të vërtetën dhe të udhëzojmë bëmi sebeb që dhe shkak të udhëzohet dikush në dorën tonë. Dhe mos të jetë qëllimi apo kupton çka? Ndihmimi apo ta ndihmoj që të fiton nefsi ime yadhan billah. E dyta ar-rifq, ikhtiyar al-uslub al-munasib li kulli shakhsin. Butësia, që do të thotë me zgjedh mënyrën e duhur për secilin person. Nuk vlen një mënyrë për secilin person. Për ata na e shohmë se si pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhanallahu e këshillon të çdo njërin varësisht personalitetit të tij, pozitës të tij, mentalitetit të tij, nivelit shkollimit të tij e kështu me radhë. Nuk duhet me shkuar njeriu dhe me thonë me këtë njerëzit një mënyrë. Po duhet shikuar me ka je duke bisedu. Para se të jesh davetxhi, dush me konë edhe psikolog. Dush të lezosh njerëzit apo kupton nga fjalët, nga pamja e kështu me radhë. As-sabru e katërta është me pas sabër. Ad-da'watu tahtaj nafsan tawila. Për shkak se daveti don që ti të kesh frymën e gjatë, kesh sabër. Për shkak se ti ke me hasa kupton me lloj njëri apo kupton çka ndoshta ka me nënçmu. Al-qudwatu me kon shembulltyr. An yakuna ad-da'i awwal man yutabbiq ma yaqul. Që davetxhiu të jetë i pari ai që ta praktikon atë çka e thot. Të bëhen shembull me vepra pra. Dhe e fundit ihtiramu lin-nas. Pra mi respektu njerëzit. Me respektu njerëzit dhe jo mi nënçmuaj yadhan billah. Jo me pa vetveten ti si Allahu, alhamdulillah unë ju udhëzu me tjerët janë ketë pa udhëzu. Unë jam i mirë, tjerët janë ketë këshi. Unë jam mashallah i devotshëm, tjerët janë ketë me katarë dhe të humbur. Përkundrazi, mehme kanat akhtauhum, sa do që ato të jenë të gabushëm, tamam, apo të devijuar, apo ndoshta ignorant, ti duhesh mi pa me sinin e mirësisë, jo me sinin e përbuzjes. Edhe këta Allah azza wa jalla në shumë ajetin e ka potencuar në Kur'anin e Kerim. Kedhalike kuntum min qabl, famanna Allahu alaykum. Edhe ju ishi thot kështu ju të më herët. Por Allahu azza wa jalla çka ju dha mirësi dhe ju udhëzoi. Pra edhe ju banu tamam çelsa kuton zemrave të njerëzve që ta dojnë fen e Allahut azza wa jalla. Dhe ta përfaqojnë ata. Dhe sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sabi'an waqi'an al-yawm. Cila është pozita apo dëm aktualiteti i sotshëm. Nahnu fi zaman kathurat fihi al-fitan. Na thot jemi në një kohë sot që kanë përhap shumë fitnet. O da'ufat fihi al-akhlaq, edhe dobsu akhlaqun mes njerëzve. Wahtaju an-nas ila man yurihim al-islam amaliyan la nadariyan. Dhe sot njerëzit më shumë se kur kanë nevojë që ta shohin islamin praktik të njerëzit, jo vetëm teorinë. Ku ta këshish shtuam kupton mashallah ajetet dhe hadithet të knaq. Veç del prej mexhlisit apo kupton, ti thot a kebe që kia s'ke, mashallah. Mrena një ore ti e shef se si i shkel hadithet dhe ajetet, apo kupton e mos vetmina, mrena një javë, mrena një muaj çka bën. Por ata sot më shumë se kur muslimanët dhe me thonë, apo islami, apo njerëzit kanë nevojë që ta shohin islamin praktik tek njerëzit. El-yawm akhlaquk hiya da'watuk. Sot akhlaku jot të nderuar vëllezër është daveti jot. Sot mos u lodh shumë me fol, se sot njerëzit këtë din kushtimisht po thon. Është bën e lehtë shumë me marrë informacion si informacion.
Ndërsa sot çka është bën e ron është me pa duke vepru dikush me islam. Me një ajet, me një hadith, me akhlaqin e fesë Allah subhanahu wa taala, me akhlaqin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku në shtëpinë tonë dhe fillimisht. Tamam? Në shtëpinë tonë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Khairukum li ahli, më i miri për ju është ai i cili është më i mirë me familjen e tij. Pse ajo është përditshmëria jote aty, në fakt ti je real. Jo me shokun tanë çka dele pi gjisore me një kafe. Edhe aktron aty, masha Allah, po i mirë filoni. Po i mirësia jote i vërtet është ti me atë që në vërtet shoqëron jetë ata në jetë. Për ta përsa me boni, e boni pikë shumë të rëndësishme familjen, edhe ku njeriu këtu në fakt e provon vetveten e kupton personalitetin e tij dhe akhlakun e tij. Dhe tha, më i miri për ju është ai i cili është më i mirë me familjen e tij. Fi amelik në punën tënde, me tregue akhlaqin muslimanëve e islamit, fi shari në rrugë, hatta ala wasail tawasul, derisa edhe në rrjetet sociale. Në këtë këto të nderuar vëllezër duhet me paraqit akhlaqun e fesë Allah subhanahu wa taala. akhlaqin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. ثامنا مواقف عملية مؤثرة في الدعوة بالأخلاق. Tash do të zekim disa raste të cilat ka të bëjnë me akhlaqin e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. موقف النبي مع الأعرابي. Rasti kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur një Arabi, një katundar, tamam, erdhë në Medinë të xhamia pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe ai hyri në xhami edhe u skeju me një çështë të xhamisë dhe po urinon. Derisa sahabët e pejgamberit u nervozuan atë shumë dhe dashën me reagu. Pejgamberi Allah çka tha? Linë thot le ta kryj një herë. Linë një ta kryjn punën një herë. Jo mu qua kupton edhe me pengu apo ndoshta me ndërprej. Dhe pasi e krytja ai pejgamberi Allah të thiri dhe i tha: kjo është shtëpia e Allahut subhanahu wa taala, pra me butësi dhe me qetësinë më të lartë. Tamam? Kjo thon shtëpia e Allahut dhe kjo vlen vetëm për namaz, për dhikr, për lexim të Kuranit Kerimit dhe nuk vlen për atë çka e bën. Tamam? Dhe ky e kupton thot çka? Nejti ati dhe e fali namazin bashkë me sahabit. Dhe dole e kupton nga derisa e ndëgjojnë në namaz bile duke thonë: o Zot, më shiroj veç pejgamberin dhe mos i më shiroj qerë, se u nervozu prej qerëve. E për mësëm që tha, kush tha këtë doa, tha une, tha ti tha ngushtohi rahmetin e Allahut. Tamam? Pse ki e boni këtë? E boni e kupton edhe dul nga xhamia duke e dash fenë e Allahut, duke e dash pejgamberin alayhi salatu wassalam. Çfarë do të thonë akhlaku? Dhe me thonë me i mirë. Dhe sa herë akhlaku del në shesh të nderuar vëllezër në disa raste, se ti kur je mirë ti mundesh me tregu akhlak mirë. Mirë po, njeriu në momentet e veçanta, do të thonë e tregon duhet me qenë i matur. Në kohën e nervozimit, në kohën e ku të fin dikush ndoshta u kupton e kështu me radhë, aty besimtari e tregon maturinë e tij. Por ata çka tha pejgamberi? Tha nuk është i fortë ai i cili e mund tjetrin e mundje, por është i fortë është ai i cili e përmban vetveten në momentin e hidhrimit. Çfarë është i fuqishëm? Se fuqia e njeriut matet me atë personalitetin e tij, jo me fuqi fizike, apo në rend të parë. Rasti i dytë, çka nxjerrim nga ky mësim? Ar-rifqu fi at-ta'lim a'zam athran min ash-shidda. Çfarë do të thotë kjo? Butësia buton në mësim ndaj dikujt në mësime, ku ta mësoj dikan, më shumë legjurm se sa vrasësia. Se sa vrasësia. E dita është mawqifu at-Taif. Atëherë kur shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam në Taif. Apo ishte i mërzitur. I vdiq axha i tij i fundit, i cili ishte mbështetës i tij dhe ruajtës. I vdiq edhe Khatijja, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ky vit pra u quajt viti Amul Huzn, do të thonë viti i mërzisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa dul prej Mekkës dhe u nis për Taif, periferitë e Mekkës dikun. Shkoi, ndoshta mos po më përgjigjit ai popull atje kupton, davetit Islam. Kur shkoi atje, ato edhe më keq ja kthyn. Derisa e gurzuan, tamam,
derisa e përgjakën pejgamberin e Allah sallallahu alaihi wasallam. Në atë moment u largu nga aty dhe i shkoi me emrin e Allahut, i shkuan me lekët e kodrëve dhe i thanë, ja Rasulullah, ti ngrejmë për këto di kodra dhe ti përplasim njëna tjetrën. Çka tha pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam, dhe pse ishte i përgjakt? Tha ndoshta kupton nga pasardhësit e tyre të dalin dikush ka adhuron Allahun azza wa jall. Ha? Rahmeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe akhlaku i tij. Fillimisht nga kjo mësojmë akhlakun e madh pejgamberit alayhi salatu wasalam, e dyta sabrin e tij. Se sabri, do të thonë akhlaki don sabër. Jo ti abuton ti mashallah i të bo davet, ama nuk duron që abuton dikush tremt me të këshirë. Ti do bo davet, ama du me mgu krejt mua. Veç një si ta shoh pak lekun, unë më herë qartë. Jo marr ti pas ke nevojë për davet për herë. Po ti çfarë mendove ti abuton? Ti apo do tash më bu davet njerëz që kanë më të mirë se ti. Apo trongu tana. Tamam s'ka sabër. Ai menon unë si të foli dush patjetër me mguti mua, apo më marr fjalën. Jo ti të bo sabër, i të çel zemra, o vëlla vjen. Ha? I të çel zemrat njerëzve. Ti për me mbjell një bim, një pemë, apo sa kupton hizmetin po du të më japon? Apo kurse kupton ai shumë më e thjeshtë se sa kupton me mbjell ti fjalën e mirë, imon zemrat njerëzve. Tani sahabët kur kanë bërë davet subhanallah, ato kanë bërë disa vepra s'pariher para se me fol me njerëzit. Ai ka dhënë sadaka s'pariher. Ai ka bën dua në veçanti, domethënë në veçshëm. Apo duke lutë Allah në Zot, bani këto fjalë të mia të bereqetshme që ka të mrin zemrat e njerëzve. Dhe më jep sabër në momentin nëse dikush apo kupton në fyn. Pastaj ka filluar ka fol njerëzën në emrin e Allah subhanahu wa taala. Pastaj rahmeti pejgamberit alayhi salatu wasalam del në shesh. Pastaj nadhar ba'ida fi da'wa, vizioni largët, me pas besimtarë gjithashtu vizion, jo momentar këtë senet momentale diçka kupton. Mbos do të me pas vizion në davet. Hikaja e tretë shab yasta'dhin fi zina. Ajriu i cili kërkoi pejgamberin leje për zina. Pa ja Rasulullah, pe pranoj davetin tan, pe pranoj islamin ama më jep leje në zina, yadhan billah. Tamam? Pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me zemër të qetë dhe me fjalë të buta i tha: "Eja dhe afrohu të kun." Nuk i tha çka? Pari se kjo haram. Po çfarë islami du dash be ti? Po ti s'ko këshën tokë të bukës be. Ta të di çka, shkaj të fol, e kështu më radhë, kështu më radhë. Po i tha jo. Çka i tha? A don një vepër e tillë tha me ndodh me nonën tonë? Ha? A don një vepër e tillë me ndodha kupton me motrën tonë, me gruan tonë, me çikën tonë, kështu më radhë. Derisa kupton çka ja ringjalli atë onën gjëshmerinë e xhelozisë, tha jo ja Rasulullah. Tha këdha ato çka po don ti janë nonat e dikuj, motrat e dikuj, kështu më radhë. Pastaj thot ki vallahi kum dal nga xhamia duke urrejt këtë punë mas shumë se çdo punë tjetër. Para mendo, me një çast shumë të vogël, arriti që ai ta bonje ta urrej një veprim tillë. Me pak fjalë. Për ata akhlaku të nderuar vëllezër, akhlaku subhanallahu nëse muj me çujtë shkop magjik, është shumë i rëndësishëm sidomos për davetçi apo davet për të udhëzuarit. A din se subhanallah ndoshta në shtëpitë tona ku do ndikush një udhëzu me vite, me dekada ndoshta halas ka arrit gruas vet me javnu mbulesën. Ku thonë me javnu mbulesën, ki mu bon shkak që ajo ta në mbulesën. Baba i vet më anis më fal. Vllau i vet e motra vet e kështu me radhë kështu. Të afërmit e vet, axhallarët e vet. Halas ka arrit asnjë. A ku t'ja këshish me selet, me shkamirët, kejt globin e ka përthekue se shka është filoni, shka është haloni, shka do të me bon aj, shka do të me bon ki, e kështu me radhë. Jadhen billah, kjo është më janis prap gjerave. Nuk janis prej ati ku ka fillu pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam, kupton dhe pasaj duke zgjeru. Për ata kupton disa gabimin e davet sikur që tregon njëri nga hoxhallarët që thot disa thot kur kanë nis davetin kanë filluar kupton me ndryshu dunjan. Thu, di ato në atë logjikën e vet, ta ndryshojmë dunjan. Kur e kanë pasë nuk po muj ka dunjan atëre ta kishim një kontinentin, veç na kujna të jetuat i kontinentin, para mendoj ti tash. Kur e kanë pasë edhe kontinenti i madh, Hoxha,
Thot, ja kanë nisë me mendu për shtetin. Bile shtetin që kujna të jetu, inshallah, ta bojmë kështu ta bojmë ashtu. E ka pas edhe shteti I madh, Koxha. O kthitën qytetin e vet, në katunin e vet, në lagjën e vet, e pastaj kur e ka pasë kur konsul për Javan vi, o kthihën në fund mas 20 vjetëve në shtëpi vet. Mirë, po kur o kthin në shtëpi vet, u zhbou vogën se pastaj edhe këto janë rrit e nuk se kanë marrë më fjalën. Ja dhën billah. E henës që atëherë ka kuptuar se ku këndosh më janis. Tamam? Gjithëherë fillon nga afër I vllavie. Ha? Prej atje dhe ki përgjithësi, ku anfusakum wa ahlikum nara, shpëtoj veten dhe familjen tonë, bile prej vetës. Dhe familjen tonë nga zjarmi I xhehenemit. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Çdo njeri jeni bari dhe përgjegjës për kopën tuaj. Për ata që Allah e ka lënë përgjegjësi. Tamam? E treta, الدعوة بالأخلاق في الواقع المعاصر. دعوتي مع أخلاق نكون مودرن. اليوم الناس لا يقرؤون كثيرا. صد njerëzit nuk lexojnë shumë. Ku ta këshish shumë? Pritoj na kupton me lezu shumë gat. لكنهم يراقبون تصرفاتك. Mirë po shumë I veshtrojnë na kupton veprimet e tua. Ku të këshish kështu na kupton se lexojnë shumë, ama këtë din çka boni filoni, çka boni haloni, është shumë rreth. Tamam? يحكمون على الإسلام من خلالك. Edhe Islamin e gjikojnë njerëzit përgjithësi nga njerëzit. Për shembull, nuk thonë Islami është kështu, Islami shkruan kështu, po thotë këshira e Islamin. Ka më këshirë be Islamin? Ti bënon se përimi do në Islam, o kështu, do në njeri Islam. Jo, fen Islami me këshira thotë filoni çka të bën, po s'o ba Islami. Ai është njeri, ai është filoni, haloni nuk ka Islami. Muslimun sadiq fi amalihi yakunu sababan fi ihtirami al-Islam. Në njeri I sinqert, një musliman I sinqert, mundet me konë shkak që njerëzit bile ta respektojnë fenë e Allah subhanahu wa taala. Tamam? وشاب خلوق في الجامعة قد يهدي زملائه دون أن يشعر. Ose një student I ri në universitet me akhlakën e Islamit ka mundësi shokët e tij, edhe kemi kësi lloje raste kupton, I ka punë këtë në xhami. Tamam? Tajir Amin, një tregtari I drejt, da'wat as-samita aqwa min 1000 muhadara. Është një davetgji I heshtur I cili vlen thot sa 1000 ligjërata. Tamam? Këtë njeriu në ato profesionit e veta, nëse dhe me thonë qet vepron me akhlakën e Islamit, është davet në vetë vëllai. Wallahi Evropa dhe Islami që ka mri në Evropë dhe në vend siguran dolose në vendet tona e kështu me radhë, në përbot këtë është përhap dhe kanë pranuar Islamin e kupton për shkak tregtarëve të muslimanëve. Kur e kanë pasë I drejt, besnik, e man fjalën, nuk rrin. Tamam? Ka thonë, çka janë këto? Po janë muslimanët. Po çka muslimanët? Islami kena fenë Islam. Pa mundna më bëu sikur ju, po mundni më bëu sikur ju, sigur na. Edhe kanë hinë fenë Allah subhanahu wa taala. Për ata ti vepro çka do thot feja jote, o vllavie, mos vepro ti çish bojnë ato ndaj neve. Shumë njerëz thonë na kupton rrënja kur se ki nuk ka musliman. Vjedhë se nuk ka musliman. Po ti çaj du bombe. Pa nuk thot ti, ai këta nuk e kupton që çka du thon ti, ai thot këshire muslimanët. Pa ka makesi me përfaqësu Islamin, o vllavie, me përfaqësu Islamin ti me rrein. Me janë gjit Islamit rreinën. Sa herë çdo musliman që ta shohë jo muslimanë thonë, këto shka rrein e kupton. Këto shka mashtrojnë. Ha? Po nuk ban, na duhet me thonë që ato ku të shohin këto të drejtit. Këto janë ato që nuk rrejnë, nuk gënjejnë. Këto janë që e marrin fjalën. Këto që nuk e marrin hakin e huaj. Vallahi çati thot leja nuk e merr. Se musliman feja ndalon. Na duhet me ia dhon njerëz me vepru fillimisht akuton dhe pastaj me ia dhon njerëz atë që e posedojnë më të mirën. Jo me veprua varësisht çu veprohet ndaj neve. Se atëherë ku po takomuna? Në po bëmi njëjtë, kush është I miri këtu tash? Kush kujna po I shet akuton tash akhlaka akuton? Kur kujna akuton? Nuk ban. Ti këshire I Islami akuton edhe në luftë, o vllavim, edhe në luftë që dilet mu vrati, në luftë. Në luftë akuton, ushtar me ushtar. Megjithatë ka rregulla. Komandanti I këshillon besimtar, I këshillon ushtarët që mos me e bën këtë. Mos me vjedh, mos me
Mos me prek në familje, në gra, në pleq, në ara, në mbjellje, në shtëpia, në zban me prek. Edhe në ata i cili thot, dorëzohet. Nuk guxon me prek. Ani pse unë shtar. Veç ai i cili ta'tadi alej, veç ai i cili kundërvijit me shpat. Edhe ata në luftë, ju keni dalë me luftu, vetëm këtë moment. Deri në këtë shkallë. Edhe nuk fillon lufta pa thirr fillimisht ato në Islam. Jo mi thirrëm në nështrim. Në nështronu jo, se na jemi më të fortë. Jo. Ju rrini çashtu të fortë në pozitën në shtetet e ju, çish jeni, në vendet e ju, çish jeni. Udhëheqni ju. Vetëm thuni la ilaha illallah. Shpëtoni nga zarmi i xhehenemit. Kjo është thirrja e Islamit. Kjo është thirrja e Islamit. Tjetra, akhta shai'a fi da'wa yajibu al-hadar minha. Disa gabime në davet çka duhet me pas kujdes. Ba'du al-akhta allati tufsidu atharu ad-da'wa. Disa gabime çka ndodhin në davet, në thirrje, në Islam thot, çka e prishin apo kupton davetin. Tashaddud fi ghayri mawdu'i. Ekstremiteti në vend një duhur. Tamam? Ekstremiteti në disa gjëra çka nuk duhet me pas ekstremitetet. Ati ka hapësir, ka lehtësime kështu me radhë. Tahwili da'wa ila jidal aqim. Thot davetin me e bon stadion ndeshje të polemikave, pa kuni çfarë rezultati. Ti kisha kuptoni të bu davet, a e ke bon davetin atij kupton polemika çka janë ngurtësu zemrat në fakt. Daveti duhet më bo me fjalë të shkurtëra, me fjalë të mira, me uslub, me në mënyrën më të lartë, më të mirë, më të kujdesshme. Nëse e shef se po del prej kolosekit, prej qëllimit, daveti duhet me lënë. Leje. Pauzoj edhe largohu, një herë për një herë. Dhe mos e ban davetin, kupton pik daveti, pik polemike, kupton ku zemrat vrasësohen edhe ma shumë. Po shkak se Islami nuk e lavdron polemikën. Ka thonë, e ka një shtëpi në xhenet për me Allah, çka thot? E ka një shtëpi në xhenet ai i cili e le polemikën edhe nëse je në të vërtetën. Pse? Se polemika ka thonë i vrasëson zemrat. Edhe i prish zemrat mes njerëzve, mes besimtarëve. Ihtiqaru an-nas aw sukhriya minhum. Gabimi i tretë është minën shmu njerëzit edhe me buhajgare me to, jadhan billah. Apo nuk ban me ndodh. Këto nëse një davetxhi shifët dhe ku e bon një gjotë t'il, ai e ka hup frytet e davetit. Nuk e ngon më kush. Istigjalen në taiq. Si të bëjsh davet e ke pa dikush, si të bëjsh davet me një herë ka qef me pa rezultatin. Jo. Apo, me një herë ka qef ta shofe ai që do të une, çka bona do të me pa rezultatin me një herë. Apo mendon se pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam 23 vjeta kur pejgamber lëg dhe davet. Po mendon, a e di sa kalon pejgamberi Allah? Vetëm Medinë i kalon muslimanët, edhe në Mekë. Apo nuk e ka pa rezultatin komunista. Henez mas vdekjes ti ka rezultati. Tamam? Pra edhe na nuk e rëndësishme ti me pa mësitë e tu rezultatin vëllai. E rëndësishme është shafguton ti me botonën sa e gjallë. Dhe bëhu i sinqert në atë. Se ndoshta Allahu Azza wa Jall hene rezultatin e fjalëve davetit tan, hene ze jep masanejnë. E zakonisht njerëzit e hakut, njerëzit e mirë, sikur që kanë thonë ulemat ehlul hadithi, pasus të hadithit pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam, ulemat e hadithit, zakonisht nomi ju ka rrit mas vdekjes tyre. Pse kanë thonë një nga urtësitë është që mi rujt Allahu Azza wa Jall sa të jenë gjallë, mi rujt dhe me thonë nga vetpëlqimi, jadhan billah. Zakonisht ato çka janë aguton ja u jep Allah çka i don ja u jep rezultatin mas vdekjes tyre, henes. Pra ta mos shpejtohemi një herë unë e bona diçka edhe aguton. Pastaj e dyta aguton rezultatin dorën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu nuk pyet për rezultate. Pyeta e ke kriti punën. A e bën davetin tan, u krima veti. A do ka përgjigjë, s'ka përgjigjë kush nuk kush në dorën tonë kjo. A e din se ka me dal pejgamber ditën e Kiametit pa asnjë pasues. Ka thënë pejgamberi Allah, ka me ardhur nesër ditën e Kiametit pejgamber asnjë njeri s'u ka përgjigjë. Fill vet. Ka me kanë që ka përgjigjë veç një njeri. 5 njerëz. Një turm njerëz vogël e kështu me radhë. E pse a nuk e ka çuar amanetin vene, ka çu, po s'u ka përgjigjë. Nuhu 950 vjet, shembull 80 vjet, 80 veta ju kanë përgjigjë. Derisa kanë thonë disa 40 veta ju kanë përgjigjë. 950 vite, çfarë më thon?
Para rezultati nuk në dorën tonë, ajo në dorën e Allah subhanahu wa taala. E jo në është, dhe me thonë me bon, David. Nisjan të dërrush fi da'wa. Pastaj disa njerëz e harrojnë se gradualiteti në davet është shumë e rëndësishëm. Tamam? Me thëmë shku në mënyrë graduale. Një rregull thot, lejse kullu haqqin yuqalu fi kulli waqt. Një rregull thot, nuk thuhet çdo hak në çdo kohë. Ha? Me rëndësishme kon haku në e thumë kur dune. Haku i ngjan shumë bimeve vëllezër. Ha? Bimeve, shka i bëjmë na, po. Ato do bimet, si cila ka kohën e vetë. Së mund është me mbjellë, do shka mbjellën pranverë, me mbjellë me rizverës. Do shka mbjellën vjesh, me mbjellën pranverë. Edhe haku është kështu. Zemrat e njerëzve janë si kur arat. Ha? Kurse hakot janë bimet, shka i mbjellë mina. Apo, edhe këto duhet me këshirë kur thuhen të vërteta. Ani pëson që e vërtet. Nuk duhet më thonë çdo kohë. Se ato ma shumë bojnë të lovi pastaj se sa në rejqë. Për ta një nga gabimet që ka është bon, gjithashtu në davet është edhe shumë sene kanë përhap, kanë zbrit në popull, që ka nuk dash me zbrit. Se kur i kanë marrë meselet e mëdhaja, që ka ulemon du të me ule, kuton, e me studiu, e me dhonë, kuton, shkurtesa e fjalë për ato, janë marrë njerëzit, popullat, e rinia, kanë hup energjinë në qëto mesele. Edhe janë prish, janë për qaukut. Ani pëse unë hak. Haku është të lisha, kuton. E ka, si cila e ka kohën e vetë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të këshire që ka zbrit Kurani Kerimi, pejgamberit Allah. A Kurani Kerimi ketë hak. Po. Pse nuk i zbrit i ketë mrena një natë? Zbatoj hakun, a kuton tash. Ha? Zbatoj hakun. Haku është Kurani. Mërë janë një natë, më herë që nesit krejt, që ka në Kuran, zbatoje. Mërë janë 23 vjetë do zbatu Kurani Kerimi. 23 vjetë e këndash me jetue, për me zbatu Kurani Kerimi. Ti këshirë edhe farzët kura, këtën janë obligue. Jo ketë një të në kohë. Këshirë edhe haramat janë dalu, jo ketë një të në kohë. Varsisht pregaditjeve të njerëzve. Po kjo neve në shërben se edhe daveti jo të lëvijem dhe të me konë që kështu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Shembulli më të mirë në gjitha sferat e jetës e kena pejgamberin e Allah sallallahu alaihi wasallam. E kështu me radhë. Wala li kulli shakhsin bi nafsi al-uslub. Dhe nuk thuhet thot e vërteta me të njëjtën mënyrë për gjithë njerëzit. Do njerëz e lipin kështu, do njerëz e lipin pak më ndryshe. Hadith 10 atharu al-akhlaq ala ad-da'i nafsi. Gjurmët e akhlakut të mirë për vetë personin që ka bën davet. Për çert më mësoni por edhe vetë për këtë. Akhlaq la tanfa an-nas faqat bal tanfa'uka ant. Akhlaku i mirë thot i bën dobi dhe atij i cili thot vepron me akhlak. Pse? Ati fillimisht i arrit shkallët në xhennet. Apo? Gjithashtu mizonin e veprave ditën e Kiametit kam ja peshu më shumë. Apo? Pastaj zemrat e njerëzve kanë me dash më shumë. Personi që ka i sjellshëm akhlak, njerëzit e dojnë. Mund me thonë dikush, po shka më intereson, a më dojnë njerëzit, aso më dojnë njerëzit. Jo, vëllavijën. Me dash besimtarët është punë e madhe. Ha? Dëshmitarët e Allahut në tokë janë njerëzit. Nëse besimtarët e mirë dëshmojnë për ti mirë, dhe me thonë kjo është shenjë që Allah, te Allah ki punë të mirë. E dyta, ato të bojnë dua për tyje. Ha? Bojnë dua për ti në këtë dunja dhe mas vdekjes tonë. Do shta dikush ban avguton edhe një vepër të mirë për tyje, një sadakatun xharie. Por edhe ditën e Kiametit, nëse ato hinë xhennet kanë me të kërku, ti kanë thënë ja rap filonin se dojnë. Ha? Por ki tu'tike qabulun fil ard dhe pastaj tipët edhe pranijen e tokë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më të dashrit tek une dhe më afër meje ditën e Kiametit kanë me kon ata që kanë akhlakun më të mirë. Ha? E cilën e kanë akhlakun më të mirë. Wasail amali liktisab husn al-khuluq. A thu vallë, si të bona une një njeri me vërtite të larta, me akhlak të mirë. E para të nderuar vëllezër, për mos ta zgjat inshallah më shumë, është ad-dua, me bën dua. Fakt doja është baza e këtij seneve. Çka do më ja kërku Allah subhanahu wa taala. Se këtë janë pi Allahu xhalla xhelalu. Ha? Me bën dua. Derisa dhe vetë pejgamberi që thot Allahumma hdini li ahsan al-akhlaq.
Pejgamberi Allahut në duat e tij ka thonë edhe këtë do, o Zot, më ban që të jem me stolis me akhlak më të mirë. Pastaj mujahadatun nafs. Apo mujahadatun nafs do të thonë me munu veten. Se çdo se na rrit ka pak me ushtrim. Akhlak tu këtë se bi sabr o tedrib, dhe akhlaku thot arrihet me sabër edhe me ushtrime. Musahabatu salihin. E treta është duke i shoqëruar njerëz të mirë. Apo kujton, duke i shoqëruar njerëzit që kanë me akhlak të mirë. Mundohu me shoqërua ato apo kujton. Pse? Kanë thonë se akhlaku tuaddi, çfarë më thon? Akhlaku on diçka që kanë gjitet të njerëzit. Për ata nëse i shoqëron njerëz të mirë, patjetër ka me të met diçka nga akhlaku i tij. Sikur që është edhe kundërta. Nëse i shoqëron njerëzit e ke pa, ka njerëz, subhanallahu, nëse i shoqëron me renaditës, një person që ka fyn. E ke pa ka njerëz që të fymën e kanë më gjuhës. Për kur gjon hiç fyn, yadhan billah. Tamam? Qofse rri një ditë me ta, ti këshira kuton ku të veçosh, ku të ndash shtëpia ti, me njëherë pak mund rrezu diçka, pak me të prek diçka, kimi përçit fjalët e tij. Se çka thamë na, akhlaku është një diçka që kanë gjitet të njerëzit pa dashje. Para ta pejgamberi Allah çka thot? Shikoni se me ka shoqëronu, se njeriu që ndron në fenë e shokut të tij, në akhlakun e shokut të tij. E kjo është shumë e rëndësishme, apo do me kon njeri me akhlak të mirë, këshira kuton filoni apo haloni, rri më shumë me ato. Edhe inshallah kimu bë edhe tipi prej tyre. Tafakkur fi siratin nabi, kjo është shumë e rëndësishme. Apo si me arrit në akhlak të mirë, tham me dua, duke u mundu me ushtrime dhe sabër, duke shoqëruar njerëz të mirë dhe duke medituar mbi jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pejgamberi Allahut ishte kuton shembulltir për gjithë njerëzimin për shkak se ai ishte në gjitha sferat shembulltir. Ai ishte edhe baba. Ha? Ishte fillimisht jetim, pastaj ishte zauj, bashort, pastaj ishte baba, pastaj ishte komandant, pastaj ishte pejgamber. Gjitha sferat çka i prek, do të thonë akon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tjetra muhasabatu nafsi yawmiyan, edhe me llogarit veten çdo ditë. Pra me kontrollu. Gjithë herminet gati vetit, sidomos ato pikat çka ti ato dobësi çka i ke. Varësisht për shembull ti e din çdo njëri çfarë kam dopt unë. Dikush e ka dopt nervozizmin, shpejt nervozohet. Apo dikush shpejt shahet. Dikush shpejt ndoshta mshon. Dikush e kështu shumë radh. Apo don edhe çka i rri vetit gati në momentin kur ti do, se ti do dash më bëj më mirë apo. Milion disa gjëse çka momentet e tilla ti rri gati vetit. Edhe janis inshallah taala. Për fundit të nderuar vëllezër, ta'ammal qad takunu sabab hidayati an-nas bi akhlaqik. Medito thot se mundesh me kon shkak me akhlaqin tan me uzuti kan. Por e jadhan bila mundesh me kon edhe shkak tush me meditu zhinjon me këtë. Që njeriu dikush me urrejt fen për shkak tënd. E ti je thot për zgjedhës për vetveten tonë. Ose bahu çelës i zemrave të njerëzve, ose mbyllës i zemrave të njerëzve. Allah shpëlbej për ndëgjimin inshallah taala. Allah na ban dhe në solis me akhlaq më të mirë ya rabbel alamin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëlbej.